me la prehente qeta në atë të matën deri me një dorë t'i shek në torbë dolën marit partizanë as që deshën këtë tokë sa me gjak të kushera ja ku janë tot me rall kush e shiliris në namotra babalare nderojnë jetë partis ja ku janë tot me rall kush e shiliris në namotra babalare nderojnë jetë partis Sra në vjetë në përplumba e suferim mira plot 28 bitën në serojim se që luftuan bitë tanë për këto kërejtë madhe ndezën malet për jetë malet metën lapidar ja ku janë tot me rall ku që shiliris në namotra babalare nderojnë jetë partis ja ku janë tot me rall ku që shiliris në namotra babalare nderojnë jetë partis
jetia të në ato vite, kujtime shpesh nërmen, ajo më silte, sa malë për të mi supe kure hidhje, gjaketën dënde o baba. Jasta ke vjetin ato vite, ta ngjyen me gjak të kuq, shok që rana, gjithmon mi të dhimi ato lana, gjaket e kuqe, o baba, do marr me vete gjaketën tënde, që kohën e madhe më shtjen amandje, me të shkojun në fes dhe në furtun, gjaketën e kuqe, jo se haroj baba. Do marr me vete gjaketën tënde, që kohën e madhe më shtjen amandje, me të shkojun në fes dhe në furtun, gjaketën e kuqe, jo se haroj baba. Perché tu soti Tani nga familia Gjigjo,
nga i biri të bëj me djalin. Ish komisarit Tomadžija, i përulje me shumë respekt. Bashkia e Finiq. Në komiteti zonal veteranëve në Vivër, Dhe përfaqësuesit të deputetit zonës Sikokurit. dhe nga deputeti Niko Kuri, Niko Kuri.
Bataljoni me forë, bataljon lole. O bataljoni me qëndron liris kuroro bataljon lole. I qëndron liris kuroro more bataljon
qëndroni edhe një herë aty, mundësisht për foto, të dy bashkë, Mos u banoni shumë. të dy bashkë mundësisht për foto, mundësisht po pa edhe një herë, po, Atëherë, të vazhdojmë me brigadën e parë. Amdi, po. Gati është nga nga veteranëve. Ka të Edhe një herë. Po, mundësisht e foto, mundësisht. Mos u largoni, afroni te foto, Po, mundësisht, po, faleminderit. Vazhdojmë me prefektin. Tani do më falni 2 fjalë. Jo, një minutë. Nuk kanë mbaruar punora. Ja, lam disa të marrë punora, shpejt. Po, edhe prefekti, po. Prisni poshtë. Që jo se harroj papa, do marrë me vete gjaket tënde, që kone madhe më sjell ndërmendje. Shtrëngate, ende dhe sot nxin. Rufea që pritet të shkretti, ndrim dhe vetëtin. Ti, si zgalemi në furtun, qanë re te për te. Sta fshen, as ta tretin do t'lavdin ca kom mëdhenj. Në zemrat e rinis mbolle lirin, që nuk deskur, me gjak 3 mash bekove pa vdeksin dhe mbete burr. Gjithmonë I kem patur armiq në kufi, po thuajse dhe brenda. Këta burra këtu, edhe këta të rinj, u stërvitën në kushte të vështira të terrenit dhe të motit, për të përballuar ngarkesën që ka lufta e çdo lloj kalibri që mund të zhvillohet në vendin tonë. Siç e shikoni, shteti dhe shoqëria, sidomos shkolla e bashkuar dhe të ushtarakët, këta I vlerësuan për të shpallur dëshmor të atë dheu. Është një nga aktet
më të rëndësishme për të qenë të përjetshëm në historinë e Shqipërisë. Prandaj në këtë detyrim ushtarakët tanë, të tërë, kudo që janë, pavarësisht se janë këtu, janë shpërndar në tërë botën, sot në këtë ditë, ata me mendje me zëmër janë këtë pranë këtij lapitarit. Pse pranë këtij lapitarit? Se këta me ndërgjegje dhe me zbëhim të papar u përleshën me fenomenin e natyrës. Po fenomeni i natyrës është njësoj si të përleshesh me luftë. Dhe po ti shikosh dhe sot e kësaj dite, pjesë më të madhe të dëshmorëve dhe të herojve janë përleshur me natyrën. Por natyra është më e gëna njëherë se sa plumbi edhe se sa vetë lufta. Dhe këta njëkohësisht ne na bëjnë dhe të rrjesot për të qenë vigjilent, për arsye se luftën e kemi te pragu shqip, për të përgatitur, për të mbrojtur gjakun e këtyre, për të mbrojtur dhe Shqipërinë dhe njëri tjetrin. Siç e shikoni ngjarjet në Kosovë, ngjarjet në Ukrainë, ngjarjet edhe në lindjen e mesme, afron. Ne duhet jemi vigjilent në këtë drejtim. E rëndësishme është që ne si ushtarak dhe si ish ushtarak duhet bëjmë më shumë. Si e kam? Bilo. Po janë ngrisur dhe po janë gëvijë. Nga të borë, të barë, që finë, kërkoj dorën t'i mashtrinë, kërkoj syrin që të ndrinë dhe t'i vjenë ma mbush shtëpinë, birë o birë për Shqipërinë.
Kujdes, me të gjithë. Zonjat e shtëpisë e ruajtën me fanatizëm dhe ditën që të si ta fshin e ta strehonin. Dhe hoqën nga vendi ku e kishin parë ata, disa prej tyre që u lidhen me lëvizjen e legalitetit dhe e vendosën në një vend tjetër. Po këtu erdhën disa mina që i kishin vendosur dhe kur erdhën xhendarët për ta marrë arkivën se ishte spionuar nga tërë anët, ishte bërë lëvizja dhe ata nuk e morën bilet. Nënat e shtëpisë, zonjat, u thoshin keni kujdes se aty ka mina dhe xhendarët nuk mund të vepronin dot. Po në fshatin e Valjesit, që luftës antifashiste nacionale shqiptare kanë qëndruar shumë partizan ilegal dhe këtu në gusht të vitit 1923 ka pas dhe një plakat ku është bërë konferenca e parë e rinisë universitare të Tiranës, e cila mobilizonte tërë të rinj për të shpërndarë të Shqipërinë informacionet partizane që po krijoheshin njëri pas tjetrit. Xharizaj në kohën ku erdhën për të marrë arkivën xhandarët e asaj se ishte spionuar, u largua me një nga shtëpia dhe latë zonjat e shtëpisë këtu, nënën e madhe, e cila diti të mbante edhe fëmijët që i kishe të vegjël, por njëkohësisht u thoshte dhe xhandarëve, po, doni arkivën, u jap unë këmbim të mos djegjes shtëpisë dhe mos vrasë, dhe i orientojnë në një vend tjetër.